warahmatullahi wabarakatuh. Mirëmëngjes motër dhe mirë se ke ardhur. Aleikum selam, mirëmëngjes edhe juve. Faleminderit për ftesën. Faleminderit juve që e pranoni ftesën, është kënaqësi. Jemi shumë të nderuar që kemi pjesë të emisionit drejt për drejt. Lutem Allah subhanahu wa taala që së bashku t'ja ka rënë mirë këto minutat të servuara për dëgjuesit tanë. E së bashku Allah na boft për atyre që sjellin dobi. Ndërsa sot do flasim inshallah për rolin e gruas, rolin e motrave tona në familje. Kush më mirë se një motër flet për këtë temë, kështu që kemi çka të diskutojmë, kemi çka të flasim, por që fillimisht do flasim për pjesën se si ka qenë roli i gruas tek popujt e mëhershëm dhe çfarë statusi i dha asaj Islami, asaj pra pas pritjes së Kuranit dhe shpalljes së Muhamedit alayhi salatu wassalam si profet, si pejgamber prej Allahut subhanahu wa taala. Elhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salamu ala Rasulina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Falëndërimi dhe lavdërimi takon Allahu xhaleshanuhu, salavatet dhe selame qofshin për Muhammedin alayhi salam, familjen e tij, shokët e tij dhe mbi gjithë ata që pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. S'pari falenderojmë Allahun xhaleshanuhu që na krijoi me gjitha cilësitë dhe mirësitë që i kemi në këtë botë, dhe gjithashtu ju falenderoj edhe juve për këtë iniciativë dhe këtë radio. Dhe ju uroj që të ketë sa më shumë bereqet dhe të ndjehet kjo fjalë e Allahut kudo në botë. Falni pak për pengesën e zanit, se kam fillu pak edhe ftojet e ndryshimi i motit, nashta. Patjetër Allahu aletoft zoti. Amin inshallah. Mirë, po është kënaqësi që kur të fton dikush për me thon fjalën e Zotit dhe me transmetu fjalën e pejgamberit alayhis salam, është një privilegj dhe një kënaqësi e veçantë, edhe siç thatë edhe ju, kush më mirë mund të flet për rolin e gruas përderisa unë jam në atë pozitë dhe mundohem me tërë përkushtimin tim të kryej këtë përgjegjësi që kemi prej Allahut xhaleshanuhu. Pra, nëse kthehemi në histori dhe shikojmë se si ka qenë roli i gruas ndër popuj, qoftë në popujt e mëhershëm, është e dhimbshme dhe shpesh herë e lexojmë që me të vërtet pozita e gruas nuk e ka gëzuar vlerën dhe rëndësinë e saj që ka pas, ashtu që ka kriju Allahu xhaleshanuhu. Shpesh herë është përbuz dhe të drejtat e saj janë në përkëmb dhe ju ka mohue e drejta elementare që është e drejta për jetë. Domethënë në kohën e ignorancës para zbritjes së Kuranit dhe para ardhes së Muhamedit alayhis salam si pejgamber, gruaja gëzonte kishte një pozit të merruse, themi, për arsye se ishte turp për një familje nëse linte një vajzë. Dhe çka vepronin ata, e merrnin dhe varrosnin për së gjalli. E Omeri radiallahu anhu, pasi që pranoi Islamin, tha ajo që më bën të qaj, sa herë kujtoj është që unë kur e mora me varros vajzën time, dvogël, tha unë ja qitësha dhejun për mbi, ajo ma fshinte rrobat e mia prej dhejut që unë dytëshin prej dhejut. Edhe kjo është momentit cilin sa herë kujtoj, unë e qaj për këtë krim që e kom bëna atë kohë kur nuk ishte besimtar dhe nuk ishte musliman. Po, mandej edhe të disa popuj tjerë është diskutuar edhe rreth asaj se gruaja a është krijesë apo nuk është krijesë. Domethënë e kanë diskutuar edhe qenjen e saj. Ose në shumë popuj të tjerë thonin se ajo e ka kriju Zoti veç sa për mi shërby mashkullit. Domethënë deri në atë pozitë e kanë dërguar që lema që nuk ka pas drejt as të arsimimit, as të punësimit, as t'i gëzoj drejtat e saj që ja ka dhënë Zoti, mirë po e kanë mohuar edhe drejtat elementare që janë për jetë. Por me zbritjen e Kuranit dhe me ardhjen e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam si pejgamber, me të vërtetë ndroi gjithçka. Dhe Allahu dhe e mësoi pejgamberin alayhis salam që t'ja jep pozitën dhe vlerën që ka gruaja përballë një mashkulli. Pra, edhe pse zbriti Kurani dhe i pastroi gjitha ato botkuptimet jo si duhet për gruan, mirë po me të vërtetë e shohim që edhe sot e kësaj dite disa grimca të ignorancës ende i kemi prezent.
sepse edhe të populli jonë, hiç s'po kalojmë dikun tjetër, ende konsiderojnë lindjen e vajzës si jo shumë dashur. Gjithçka mundohen me bë për lindjen e një djalit, ndërsa kur lind një vajzë, një vajzë edhe domethënë nuk e bojnë ku me ditë sa gazmore dhe se vlerësojnë shumë. Mirë po këto janë krijesa që Allah ka kriju dhe asnjëra patjetër nuk bën dhe nuk zhvillohet zatën edhe kjo botë. E me ardhjen e Islamit, elhamdulillah deri dikun, edhe sot e kësaj dite shumë që vajzat dhe gratë në përgjithësi kanë arritë që t'i gëzojnë edhe drejtën e arsimimit, edhe drejtën e punësimit dhe më të vërtet jemi mirë, ashtu që kemi me qenë më herët nuk jemi në atë pikë. Mire, të flasim inshallah ndërmjet së bashku edhe për pjesën se Islami çfarë roli i dha gruas, cili është roli i gruas pas ardhjes së Islamit, ardhjes prapë të Islamit. Po, nëse shohim roli i gruas, nuk mund asnjëherë të themi të fokusohet vetëm në një fushë apo në një aspekt. Ajo zë vend tepër të gjerë edhe në shoqëri kudo qoftë, domethënë çfarëdo aspekti qoftë si në jetën e saj bashkëshortore, në veçanti këtu kur po flasim në misionin e saj si non, që është misioni më i shenjtë që ka gruaja. Në jetën e pejgamberit alayhis salam nëse kthehemi dhe shohim se çfarë pozite ka gëzu gruaja, shohim se më të vërtet e hasim në jetën e tij të përditshme, në gjitha aspektet e jetës. Ajo ishte e pranishme kudo që ishte nevoja, pa u dalluar as pak nga gjinia kundërt. Pjesëmarrja e saj ishte e qartë edhe në përhapjen e Islamit. Siç e dim që gruaja e parë e cila pranoi Islamin ka qenë Hatixha, dhe personi i parë. Domthonë posa pejgamberi alayhis salam u kthye te Hatixha pasi që i zbriti ajeti i parë kuranor Ikra lexo, atëherë pejgamberi u trondit prej kësaj ngjarje dhe shkoi te Hatixha me shpejtësi dhe atë mbështetjen dhe përkrahjen që ja dha Hatixha dhe menjëherë fjalën e parë tha unë besoj që ti je i dërguar i Zotit dhe më të vërtet je pejgamber. Edhe gjatë përkrahjet e ajo përderisa i tha se ja përmendi gjitha cilësitë e mira që i pat Muhamedi edhe para Islamit. Tha ti je njeri i mirë, je njeri i besueshëm, je njeri i sinqert dhe gjatë një përkrahje morale të Hatixha dhe e pranoi automatikisht menjëherë si pejgamber. Po ashtu edhe mundemi me thënë ndërmjet kërkoj falje për ndërhyrjen. Mundemi me thënë që edhe Muhamedi alayhis salam e kërkoi mbështetjen edhe ngrohtësinë, faktikisht edhe ndahu këtë ngjarje fillimisht me gruan e tij. Për shembull nuk kërkoi ndonjë shok besnik, meqense ka pas Muhamedi alayhis salam edhe bekënd me nda, për shembull xhaxha i tij ose dikon tjetër, por fillimisht ndahu me gruan, këtë çka e pa dhe këtë ngjarje çka i ndodhi. Ose atë prehjen e tij e ndjeti më së miri domthonë të bashkëshortja, që ka thënë edhe Allahu xhaleshanuhu në Kur'an e ka përshkruar. Ju gjeni prehje tek ato dhe ato gjeni prehje tek ju. Domthonë kjo është mrekullia e jetës bashkëshortore. Për ata pra, nëse kalojmë edhe te pjesa tjetër kur pejgamberi alayhis salam pat fazat ndryshme, vështirësitë ndryshme gjatë jetës së tij, qysh me zbritjen e Kuranit ajo përballë me diçka që se kish pa më herët, një sfidë të veçantë. Po ashtu edhe kur e morë iniciativën dhe urdhroi Zoti që të bën hijretin prej Mekës në Medinë, atëherë gjatë emigrimit ajo ndihmësja më e fortë dhe ajo e cila u amshej ato fërkem të cilat mos mi po se ka shku pejgamberi alayhis salam ishte Esma, ajo e cila ju ndihmonte dhe shkonte jo ofronte ushqimin të shpella derisa qëndroi Muhamedi alayhis salam me Abu Bekrin ato. Po edhe nëse kthehemi edhe te luftrat, kur ishte edhe luftrat, domthonë ishte pa mohueshme pjesëmarrja e grave. Edhe dim se shahidja e parë ka qenë Sumeja, domthonë e cila ra shahide në kohën e pejgamberit alayhis salam, dhe gjithsesi kur vim edhe te arsimimi dhe ngritja e dijes, e dim se Aisha radiallahu anha
ka qenë shoqëruar gjithherë të pejgamberit alayhis salam dhe ka marrë mësime prej pejgamberit alayhis salam. Shpesh herë kanë ardhur edhe shokët e pejgamberit, kanë marrë mësime prej Aishës dhe 2210 hadithe i ka transmetuar vetëm Aisha. Mon ka qenë transmetuese dinë edhe fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Me të vërtetë arsimimi i gruas apo i femrës në veçanti vlen të theksohet se askund në literaturën islame, duke u nisë prej Kuranit, haditheve të pejgamberit dhe traditës jetës pejgamberit, po në gjitha librat fetar të asnjë autor nuk mund të hasim një tekst që cënon të drejtën e femrës për edukim dhe arsimim. Pse? Sepse kur zbriti ajeti i parë kuranor në shpellën Hira, Allahu xhaleshanu ju drejtua Muhamedit alayhis salam me 5 ajetet e para. Ikra bismi rabbika alladhi khalaq. Lexo dhe mëso në emër të Zotit tënd, i cili krijoi çdo sen. Domthonë nuk e specifikoi mashkull apo femër. Për gjithë e obligoi Allahu xhaleshanu leximin dhe studimin, po ashtu edhe pejgamberi alayhis salam thotë, dituria është obligim për çdo musliman dhe muslimane. Domthonë, për të dy gjinit, kur flet pejgamberi alayhis salam për vlerën dhe rëndësinë e dijes, nuk specifikon njërën gjini, mirë po flet për të dyja gjinit. Mirë, Allah ta shpërbleft të ndëruar. Ndërkohë inshallah do flasim edhe për notën tona, pra pse femrat kanë rol edhe ndikim më të madh në edukimin e fëmijëve edhe realizimin e një familje nëse jo perfekte, një familje që është edukuar dhe e zëshme rrugën e Allah subhanahu wa taala. Mendoj se edhe e dim se Allah është krijuesi dy gjinive, domthonë si për gjinin mashkullore ashtu edhe për gjinin femrore, mirë po Allahu secilën gjini e specifikoi me vlera dhe specifika që nuk i ka tjetra. Në këtë rast, nana është ajo e cila e bart fëmijën në barkun e saj edhe jeton me trupin e saj, e ushqen prej trupit të saj. Domthonë është një lidhje që nuk mundet me mohu askush, që s'mundet me pas baba se çush e ka nana lidhjen me fëmijën. Përderisa jeton brenda saj, ushqihet prej saj. Dhe është një lidhje emocionale dhe nga aspekti biologjik, domthonë ka ma shumë afërsi nana me fëmijën dhe gjithsesi Zoti e krijoi femrën në atë mënyrë që është më emocionale, më e ndjeshme, edhe mbi të gjitha ka ma shumë sabër, ka ma shumë durim, bën sakrificë të madhe për me pa rritjen e një fëmije. Jep gjithçka që ai fëmijë të jetë sa më i shëndetshëm, të rritet sa më mirë, të rritet sa më i lumtur dhe nuk e qet asnjëherë para vetes interesin e vet para interesit të fëmijës. Nëse është një nanë e mirë që don dhe e din që ka përgjegjësi të Zotit, se ka ngarku Zoti me diçka, mirë po është shumë interesant që neve na mban gjithherë ajo forca që na jepet e brendshme si nana që jemi, është se sa kemi përgjegjësi dhe obligime, aq më shumë edhe Allahu na ka specifikuar edhe prej anës ose gjinisë të kundërt, ku e di mas mirin hadithin e pejgamberit alayhis salam për vlerën dhe rëndësinë që e ka nana. Kur shkoi një shok te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe e pyeti, tha ja Resulullah, nga të dy prindrit, cili meriton respekt më të lartë? Tha nëna. Edhe u nis shoku i pejgamberit me shku. U kthy tha të pyetje edhe një herë pejgamberin. Më pastaj tha kush meriton respekt? Prap i tha nëna. Shkoi edhe dytën herë. U kthy për tretën herë. Më pastaj tha ja Resulullah, kush meriton respekt? Prap i tha pejgamberi për të tretën herë. Nëna jote. Sahabiu thot sa që unë mendova që s'ka më thonë që duhet respekt edhe për babën. Thot po, ktheva edhe të katërtën herë dhe i thash, më pastaj kush meriton respekt më të lartë? Më tha babai yt. Të më thonë, sikur mos të kish pas vlerë dhe rëndësi dhe peshë të lartë edhe në
aspektin e shpërblimit, Allahu nuk do të kish obligu fëmin që 3 herë të ketë më shumë respekt për nonën, po gjithsesi mos të anashkalojmë edhe respektin edhe ndaj babës. Edhe më të vërtet, shembulli më i mirë i një fëmije është nona, është edukatorja e parë, është shembulli dhe pasqyra e parë e jetës një fëmije është nona, që vazhdimisht është në lidhje me ta. Edhe nga natyrshmëria e saj është që Zoti e krijoi që gjatë gjithë kohës më shumë kalon kohë nona me fëmijën se sa baba. Edhe e dim që edhe me ligj i takon edhe pushimi pas lindjes, që pse është pushimi pas lindjes, sepse fëmija ka nevojë me pas nonën afër. Ajo nevoja e tij fizike me pas afër ka nevojë, për arsye se ka jetuar brenda saj edhe njihet bosh, edhe i zbrazët fëmija kur është larg nonës, mirë po hiç kur gjë tjetër. Subhanallah, edhe për erën e nonës ka fëmija nevojë. E unë jam shpesh herë kundër këtyre nonave të reja që po vrapojnë tepër pas karrierës, edhe po harrojnë që Zoti i ka obligu me diçka më të mirë, edhe është diçka që nuk rikthehet më. Është një periudhë e jetës, është një kohë të cilën më nuk mundesh me kthy, edhe nuk e zaventson me asgjë tjetër. Sa ki fëmijën e vogël më mundu që me qenë afër ti, me kalu kohë me ta, me pa duke u rrit. E jo fëmijën tënë që e ke bardh, prej vetes tonë e ke lind, na çka po bojmë këtë kohë? Shumica nona. Dikush nashta nga zori që s'ka tjetër rrugë, po shpesh nashta edhe prej egos dhe dëshirës që ma shumë e dojnë karrierën se sa pozitën që e kanë si nonë, ja dërgojnë kopshteve edhe njerëzit e huaj e shijojnë rritjen e fëmijës tonë. Domthonë unë mendoj që është më arsyeshme dhe i kisha sugjeru krejt nonat e reja që në të pauzojnë në atë kohë përderisa ka vendos me qenë nonë e përkushtume. Se është roli jot ka shumë rëndësi për qatë fëmijë dhe për qatë krijesë të re që ka pru Zoti. Qoftë për këtë botë, mirë për përgjegjësitë dhe obligimet që i kena edhe në këtë botë, mirë për përgjegjësitë që na presin edhe në botën tjetër, mos të harrojmë se ne kemi emanet dhe duhet t'i ruajmë dhe t'i rrisim ashtu qysh është mas miri dhe të kemi kujdes ndaj tyre. Koha e tyre, fëmijëria e tyre nuk kthehet më. Dërsa ti karrierën e zenë edhe pas rritjes tyre, inshallah. Allah ta shpërbleft. Mu po më pëlqen që këto në këshilla ndërme po mundohesh dhe e ki fokusin gjithmonë synimin tënd që është një mesatare faktikisht mes drejtave të grave edhe obligueshmërive të tyre. Domethënë me i tregu që përpos drejtave keni edhe obligime faktikisht. Ne do flasim inshallah ose nëse muj veç pak edhe këtu më shtu. Unë jam për ata që domethënë duhet me pas drejtat, që thash edhe më herët, mos më ju mohu drejtat e gruas. Mirë, po ndoshta pak e kanë tepru edhe me këtë emancipimin e tepër, domethënë Zoti ta ka dhënë rolin si grua deri në çat pozitë ku e ki. Mos u mundo me dal për te asajna. Mos u mundo mu tjetërsu pas krijimit që të ka bërë Zoti. Pozita e gruas është pozita e gruas, pozita e burrit e ka caktu Zoti si pozita e burrit, do të me ditë secili rolin e vet. Edhe mos më mundu me marrë rolin e tjetrit. Sado që po mundohemi edhe falë Zotit edhe i falenderojmë edhe bashkëshortë që në këtë kohë domethënë edhe unë si nonë mos të kisha pas për krajen edhe të bashkëshortit në rritjen e fëmijëve nuk kisha mujt edhe me ardh deri këtu edhe me karrierën që asnjëherë unë nuk jam shkput prej karrierës me një fjalë, prej që kam filluar këtë rrugë. Edhe falenderoj Zotin edhe bashkëshortin që më ka përkrahur këtë rrugë. Mirë, po sado që shoh që mundohet që bashkëshorti me pas atë mbikëqyrje ndaj fëmijëve dhe për kujdesjen, nuk e zaventson nanën. Aja ndjenja që është emocionale dhe atë durimin që kemi na si nana nuk është te burrat. Zoti ka kriju prej natyrshmërisë ashtu dhe nas mujna me bë diçka jashtë asaj që ka kriju Zoti. Të pjesa natyrshmërisë për shembull është edhe forca e burrit për shembull, jo forca ka shigrus, po për shembull kur flasim për forcën e burrit, mundemi me pa nderuar sa ndërtesa kanë 19 kaçe, 20 kaçe.
atë ndoshta 50 kafshë, atë për ndërtu prej asaj force të burrit, për shembull, nëse e merr një kompani ndërtimi me motra, me gra, Po. a është e mundshme për shembull që me arrit ato motra me bot atë ndërtesë për shembull 50 kafshë, vetëm një kompani e grave, motrave tona padashme në nëshmu, asnjëherë, ne vetëm po flasim se secila Duhet me pas rolin e vetë, me mos rolin që e ka dhënë Zoti, qashtu. Pa ja mohu as njëna pol tjetrës. Mirë, të flasim inshallah së bashku edhe për metodat dhe shembuj praktik që duhet me i pas një grua apo nën, në mënyrë që me arritë dhe një edukim të mrekullueshëm ndaj fëmijëve apo brezave që vinë pas neve në përgjithësi. Po, gjithsesi, nëse njeriu nuk posedon diçka, edhe nuk mundet me dhënë diçka, po. Nëse ne s'kemi edukat dhe s'jemi të formuar si nana, si gra, atëherë edhe s'kemi çka ju dhajmë edhe fëmijëve dhe brezave tonë. Kështu që në radhë të parë, ne si nana do të me qenë të edukuar vetë. Pse pejgamberi alayhis salam tha, fëmiu edukohet 20 vjet para lindjes. Pse? Qysh mundet 20 vjet para lindjes? Për arsye se nëse nana edhe baba në këtë rast të dytë janë të edukuar, atëherë edhe fëmia ka dalë edukuar edhe ka qenë edukuar. Edhe me të vërtetë nëse nana është edukuar në islam, edhe është një shembull i mirë për fëmin, gjithsesi se në hapat e parë fëmia ka më shku sipas hapave sipas shembullit që shet nana. Për shembull instinktivisht, subhanallah, ka kriju Zoti njerin në atë mënyrë që ma shumë merr çka sheh se sa çka i thu. Domethënë, ma shpejt pranohet ajo praktika që sheh me sytë e vet se sa ajo që ndëgjon. Instinktivisht, nëse një nanë e fal namazin, çka ndodh? Si janë nis fëmia mi bën 1 vjet e diçka i kom e ron sejdë, kom uçu, kom e bë atë rutinën që shëbën ditë namazit, sa i të ka po ty të e bë që ato. Por ata, edukatorja parë thash është nana. Nëse na jemi të edukuar mirë, atëherë fillet e para të edukimit që ai fëmijë ka më marrë mirë edhe në rregull. Edhe vazhdimisht nana është me fëmijë. Tash kur e qet ti në gjumë, ja thu surët, ja thu duat, cilat duhet me thon para gjumit, ai fëmia ka më mësu instinktivisht pa ditë se çka është të bë, pa ditë se për çka i thot ato. Unë shpesh herë kam praktikuar edhe me fëmijët e mi kur kam pas të vegjël. Në vend se mia tregu një prall me një kuptim jo të mirë, nashta që ka qenë me frikë, me diçka jo e mirë edhe nga aspekti psikologjik i fëmisë, e kam praktikuar historitë e pejgamberëve. I kam kthyer në lloj pralle. Edhe aty ka ardhur interesant që i kanë dëgjuar. Unë si kam thënë si personazhat si kam thënë si pejgamber, mirë po i kam thënë në formë të prallës, një tregimi. Edhe aty kanë mbetë në kujtim. Edhe e shoh për shembull me djalin tim, veç të e vën gjumë, ja kam thënë disa herë Ajetul Kursin, edhe e kam mësu të sfidoven. Veç kur e tha, unë për ditë ashtë krejt vetë për thëmë. Domethënë, nana është e cila vazhdimisht është të shoqëruar me fëmin. Edhe kur të qetë gjumë, edhe kur të qohet, edhe duke i dhënë ushqim me fillu me bismillah, senet praktike që na duke neve të vogla, timta, mirë po që ato janë baza e jetës që fillon për fëmin. Kur fillon mu vesh, bismillah, me mësu me kamën e djathtë, me dorën e djathtë, para gjumit duat, kur zgjohet me falendëru Zotin që është zgjuar mirë. Domethënë, këto gjanat e vogla që neve na duken të vogla, mirë po që ashtu fillon ndërtimi i jetës tij. Edhe çka tha pejgamberi alayhis salam? Mësoni fëmijëve namazin kur i kanë 7 vjet. Në moshën 7 vjeçare, na më mësu namazin. Me mësu fëmin që ai duhet me pas një rutinë të jetës, me pas një program të jetës, me kanë lidhje me krijuesin. Se nëse fëmia fillon lidhjen e tij me krijuesin dhe është në rregull me namaz, të dim se gjithçka ka më shku në rregull. Se kjo është shtylla e Islamit. Ndoshta nuk është edhe që ne prej moshës 7 vjeç fëmijës tonë duhet më mësu që i këndia i ka 3-4 bezon. Jo asesi. Drejka duhet më njoftu ndoshta me ekzistunin një Zot, që është një Zot që e shikon, që e mbështet, që jep mira,
e kështu me radhë, ndoshta edhe kështu mundemi me komentu këtë hadith të Muhamedit alayhis salatu wassalam. Po, unë gjithherë këshilloj edhe nonat kur të flasim, domethënë, çka është tu fjala, mësoja namazin. Ju ti mundesh më jam mësu namazin fëmijë 7 vjet, çu po thu tamam 10 rekate I ka drejka, çu fali 10 rekate, këtu ki me thon këto. S'mundesh ashtu, se edhe I bëhet monotoni, duket e bezdishme fëmijës, ajo ngarkesë e tepërt është. Mirë, por na duhet me mësu çysh, unë gjithherë ju them fëmijëve të mi, po thirr Zoti me fal namazin. Po thot, çka po thot në ezan? Hayya ala sala, hayya ala sala. Eja në namaz, eja në namaz. Pas fjales hayya ala sala, çka ka thon? Hayya ala falah, hayya ala falah. Eja në shpëtim. Të ka tregu se në namaz e ki dhe shpëtimin. E unë ju them fëmijëve, qysh nuk ju vjen keq, nuk ju vjen marrë prej Zotit. Ju ka kriju me gjitha mirësit, ju ka bo krijesa kaq të bukura. Pja u plotson çdo dëshirë që po keni. Edhe ai po thot, hajde në takim me mu, na çka po thoj na Zotit? Jo Zot se s'kam kohë. Nuk po du takimin me ty. Domethënë, njeriu do të ndihet I turpruar kur Zoti të thirr mu taku me to, ti do të muqu me shpejtësi dhe me knatësi me shku me taku krijuesin ton. E jo me dembeli, me thon, bre, qëta është I kindia, muqu mu fala, domethënë, kjo nuk guxon me ekzistu të një besimtar I mirë dhe I sinqert, nëse e din se çfarë vlere ka lidhja me Zotin dhe me krijuesin. Por ata me pas metoda, kur I flasin fëmijëve për lidhjen me Zotin, na duhet si nana me pas metoda se çysh mi lidh ata. Edhe çka ka thonë? Nëse të metodat të mësuarit e ndrume me vrashtërsi, për shembull, nëse e obligojnë fëmijën tonë patjetër falu se mundesh me u bë prej Allahu na rrit prej pabesimtarëve, nëse na shkon për shembull prej fëmijërisë, prej moshës 7 vjet, 9 vjet me këtë egërsitë e fëmija, mundet me ndiku kjo për shumë keq për fëmijën, për shembull me dal anën e kundërt mandej të udhëzimit. Po, gjithsesi se zaten Islami dhe psikologjia shkojnë bashkë. Zaten Islami është dhe psikologjia në veti, që mëson njërin, edhe qysh më qetësu, edhe qysh më ndi mirë, edhe qysh, domethënë gjithçka është, se tash në këtë kohën tonë kanë hapë shumë psikoterapi, psikologji, që po kanë nevojë njerëzit. Mirë po, është një lloj psikologjie që na fëmijë nuk duhet mi vrap psikikisht edhe mi mësu me urdhër, me dëshirë, me knatësi. Për arsye se ti sot je, po nesër nuk mundesh mos me kanë, edhe si prind që je. Ti s'mundesh me qenë gjithherë afër fëmijës tonë. Ti s'mundesh me qenë me monitoru fëmijën tonë kudo që është. Mirë po, na duhet mu mundu që fëmijës tonë mi angulit në mendjen e tij sa I monitoru si kryesor është Zoti. Nëse ti ki lidhje me Zotin, edhe ti fiton një dashuri dhe lidhje të fortë me Zotin, dije që me ta je kudo që je, edhe ai të sheh kudo që shkon. Edhe nëse s'shahon, edhe nëse nuk të rriun e gati me thonë çu fale namazin, dije që ai të ka thirr. Ti ndije përgjegjësinë vet. Mos u mëso gjithë prej prindit me të urdhru, se unë kom pa shumë nana që urdhrojnë gjithë shamin. Po ajo në gjithë shamin para nanës, po në momentin që jepet mundësia del jashtë, ajo e qel shamin. Domethënë nuk e mon në atë mënyrën që e ka urdhru Zoti. Pse? Ajo po e mban veç prej zorit që e ka urdhru nana për me mbajt shamin. E këto nuk du asnjëherë që m'ja mbjell asnjë fëmijë, po me mundu m'ja mbjell dashurinë dhe lidhjen me krijuesin, jo me pas frikën prej prindit, po frikën prej Zotit, se ai është mbikëqyrës edhe me fitu dashuri dhe lidhje me Zotin. Kjo I ndihmon shumë fëmijës në edukim, edhe ja shton imanin edhe ka mu eduku, ka mu rrit një fëmijë tamam ashtu siç dohet. Po edhe çka ka thonë, e vazhdojmë edhe hadithin, ka thonë në moshën 10 vjeçare, urdhroni kapak. Jo që e sfjegojnë shumë shpesh nashta rrehni ose shprehni dhunë ndaj tynës. Tham, nuk ka dhunë në fej, në asnjë mënyrë. Në veçanti, domethënë, feja nuk është me dhunë kur I kryjmë urdhrat ndaj Zotit, asesi nuk guxojnë a përdor dhunë. Se nëse se bën me dëshira, ajo s'ka dhe efekt. Nëse se bën me sinqeritet, ajo s'ka dhe kurfar vlere. Sa I fëmija mundet mu lidh namaz, mirë po nuk thot kur gjë. Nuk është e vë namazin. Domethënë, faktikisht Allahu nevojë për numra.
nuk ka nevojë me ushtu adhurus Qashta. të Allah subhanahu wa taala. Mirë po, edhe çka ka thonë, çka mujna me bona në moshën 10 vjeçar që ai fillon veç me ditë e jetën ma mirë, më nësh mi ndalu një dëshirë të cilën e ka pak, mi a bo do far ndalesa, diçka që ai nuk ka dëshirë mi ndalu, që ti mi a kushzu pak, që ai me fshiju dhe me fillu me ndi atë mbëlsinë e namazit edhe me ndi atë obligueshmërinë që duhet me kry namazit. Edhe në moshën 10 vjeçare të ndani në shtretër, mos i lejani me flajt bashkë. Ky është hadithi pejgamberit që na mëson në mënyrë praktike çysh për fëmijërisë, çysh duhet me vepruna me fëmijët tonë. Po ka edhe shumë tjera që nështë s'na mjafton mrena këtyne 40 minutëshit me thonë, se kena edhe diçka nështë edhe ma të rëndësishme. Mirë, do flasim inshallah shkurtimisht edhe për rolin e gruas, a ka ndryshuar roli i gruas ndërruan sot, nëse e krahasojmë me të kaluarën në rolin e gruas. Po me thonë drejtën, roli në bazë kështu i mbetet i njëjtë. Ai kujdesi, edukimi dhe ai bashkëpunimi që duhet me kriju prindi me fëmijë është i njëjtë. Mirë po sot gruaja ka ndryshu përgjegjësitë e saj, domethënë trendi i jetës saj ka ndryshu, nuk është sikur kohën e nanës tem, çfarë jetë ka pas nana jem dhe çush ka pas kohë më rrit mu edhe me jetu me mu, edhe çfarë pozite gëzojën e sot edhe sfidat në cilat ballafaqohen unë sot nuk është e njëjtë. Mirë po, na gjithsesi mundohemi që me gjetë atë balansin dhe atë mirë kuptimin në familje. Në veçanti nëse gruaja nuk ka një përkraje familjare, në veçanti në këtë rast prej bashkëshortit, atëherë nuk ka me pas mundësia se as me pas një edukim të mirëfill ndaj fëmijës ose ndaj brezave të ri, po edhe nuk ka me pas mundësi me pas sukses edhe në karrierën e saj. Për arsye se nëse nuk ekziston ajo mbështetja e njëri tjetrit ose ndihma mes njëri tjetrit, nuk mundet më pas një rezultat i mirëpritur. Për arsye se e dim se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qenë njëjtën kohë udhëhec i shtetit, ka qenë pejgamber, ka qenë bashkëshort, ka qenë babë, domethënë këtë pozitat. Mirë po ai ka pas mirë kuptim me bashkëshortet e tij. E dim se në jetën e tij, ai shpeshherë edhe i ka qep rrobat e veta, e ka marrë ushqimin vet, e ka bë pastrimin e shtëpisë vet. Domthon, e shembullin më të mirë një jetë të jetës bashkëshortore për edukim dhe për me pas një mirë kuptim në jetën bashkëshortore e kemi model Muhamedit alayhis salam. Edhe inshallah edhe ne shkojmë sipas hapave të tij, edhe me mirë kuptimin e përbashkët e gjejmë ato më të mirën. Amin, ja Rabbi. E ndërruan do flasim inshallah edhe për sfidat moderne që përballet sot gruaja, sa i përket edukimit të fëmijëve, pra sfidat moderne që përballet motra tona me edukimin e fëmijëve tanë. Valla me thonë të drejtën, kjo është pika ma kulminon të kësaj teme që na duhet më fokusu ma shumë edhe më mundu që tu me gjetë një zgjidhje për nanat edhe për gratë në përgjithësi, se me të vërtet globalizimi, rrjetet sociale, mungesa e kohës me familje për shkak të dinamikës të jetës që ka bë vet, ngarkesa e punës që ka, shpeshherë nështë edhe vjen deri te penalizimi i edukimit mirëfill që duhet me pas nana për fëmijët. Edhe ka arrit edhe një lloj ftohje raporteve të fëmijës me prindrit. Pse? Se kohën më të madhe fëmija ka lënë telefon. Domthon, është lind prej teje, e ke rrit ti, mirë po kohën më të madhe fëmija ja kushton dikujt tjetër. Nuk mirret me ty, s'ka lidhje me ty. Saj ma shumë rrin TikTok, ma i afërt është me njerëzit nashta në Kinë atje që janë, ose në Australi është në lidhje me ta, është informu ma shumë për jetën e tyne, se sa me ty dhe me jetën tone. Na duhet me pas këtu një këmbgulje si prind. E di që është shumë e rëndë, është shumë e vështirë, se në për çatu sfida jem të kalu dhe unë vetë. Mirë po na nuk duhet më tërhjek, nuk duhet më zbraps prej vendimeve tona që marrim.
Se e kemi për të mirën e fëmisë tonë, e kemi për të mirën të ardhmës tij, që ai nuk e di. Për shembull, sfida më e madhe është m'ia marr telefonin prej dorë fëmisë. Edhe krejt më mundu mos m'ia u bë hiç telefonin. Se nëse ne si nana ose si prind, të dy bashkëshort po i fos këto, nuk ja blen telefonin, të ai s'ka mundësi për me ble vet. Domethënë edhe fajin e kemi edhe na si prind. Që na me dorën tonë, për ja u dhajmë fëmijëve tonë atë jo edukatën e mirë. Sa ai po ka mundësi krejt botën edhe lloj edukimi me po mrena atij ekranit. Edhe ne shpesh herë jemi të lodhura, të ngarkuara prej asoj dinamikës të jetës. Ka njerë edhe disa nana edhe dorëzohen prej kësaj. Domethënë e lajnë krejtojnë, valla balli kom thonë, kam provu tëna mënyrat me dënu, po s'po moj, m'ja hjek. Jo, na duhet me kanë këmbgulse. Duhet më mundu me qenë ato të cilat me bo sakrificë. Pse? E dim se qaj sakrifica jonja do të shpërblehet në këtë botë edhe në botën tjetër pa dyshim. Se pasojat e mos edukimit që ati fëmije, mas pari kush kom i pësu? Prindi. Prindi është ai cili pari ballafaqohet me problemet të cilat nesër kom i pas për ati fëmije. Na më mundu që m'ja u menaxhu kohën e fëmisë tonë. M'ja u marr telefonin, m'ja u lënë me kohë caktume. Ani është bo këtë fëmija, këtë bota, valla pe kanë telefonin dorë mirë, këtë pe kanë, po ti mos ja jep. Ti bonu prej që atyne që ti nuk e lejon fëmin tonë, me kanë pjesë që atyne krejtve. Që për shembull unë fëmis tem, te i saj ka bo 14 vjetë madhës nuk ja kum ble telefon. Edhe bile, ja kum pas ble për një arsye që ka shku me një kurs jashtë venit. Vajza e dyti ka 13, s'ka telefon. Qysh veç unë e vetë mja unë në klasë nuk kam telefon, thash, atë dert lema mu. Se kur të rritesh ke mu më falendëru. Por ata ka pasojat mëdhaja, gjithë kjo qëndrimi ka që gjatë në telefon për fëmijët ka pasoja shumë të mëdhaja. Edhe në shëndet, edhe në aspektin psiqik, po edhe në aspektin moral. Sado që na si prind po jena të udhëzuar, edhe po mundohemi gjithsesi mi eduku në rrugën e drejtë, rrugën e Islamit, po mos të harrojmë se vallai është duke na marrë edhe pjesën më të madhe, edhe atë edukimin që ka thash, fëmija e merr edhe të po, se kur po rritet pak, ai pianis edhe po sheh kulturë dhe edukim në mënyrë tjetër, domthonë edhe popujve tjerë, po ta merr edukatën e popujve tjerë, hiç po vendit tonë. Por ata na me pas kujdes në veçanti të rrjetet sociale, edhe se si po i trajtojmë edhe na, sa po i lejojmë me qëndrum, qoftë në telefon, qoftë në televizor, mu mundu që m'ja ullë këtë qëndrimin e tyre në para ekranit. Allahu shpërblet ndërkohë Allah na mësoft të këshilla me i dhun praktik ja Rabbi sallallahu. Inshallah. Do flasim për juve personalisht në fund nëse vetëm na lejoni. Dhe do marrim inshallah nga ju edhe një koment për sa keni dikon në jetën e juaj që e keni si model dhe që keni mësu prej dikujt se si duhet me u konë roli gruas në familje. Po gruaja e parë nështë që e shef fëmija është nana. Edhe modeli i parë që se thash edhe ma herët se nështë na pjem pak në përsërit fjallë, po është gjithë përfshirë se tema, që modelin e parë për jetë fëmija shënonën. Tash të më preket e kjo pika pak se nana më ka shku në mshim. Inshallah Zoti ma ka mshiru me xhenet, edhe po i dua vazhdimisht për ta. Po me të vërtet kam pas fatin që unë kam lind prej një nane shumë besimtare. Ka qenë shumë e sinqert, ka qenë shumë e devotshme, edhe habitem shpesh kur e kujtoj se çfarë lidhje të fortë ka pas ajo me Zotin, edhe s'ka pas asnjë arsimim, asnjë ditë shkollë se ka pas. Mirë po ajo ndjenja e saj, lidhja e saj, lidhshmëria me Zotin ka qenë shumë e fortë. Unë i mësu gjithherë me një prej një nane, e kom pa që gjithherë ka falë namazin, qysh kur kam qenë fëmijë, edhe prej babës, domethënë pa e
anashkalu edhe një bab që ka qenë dhaj shumë besimtar, që shprej moshës 3 vjeqare më ka thirrë me falë namazin e sabahit. Të më hanë kom pas këtë fat që kam lind prej 2 prindve që kanë qenë shumë besimtar, denjë dhe sinqert, edhe falë Zotit edhe tyre, bereqeti i duave tyne dhe punës dhe angazhimit tyne, unë jam edhe sot kjo që jam. Edhe inshallah Allah i shpërblen me gjithat mirat në dynja, në botën tjetër, edhe ata janë të cilët vjelin prej mirësive që kanë lënë pas një evlad që është në rrugën e Zotit dhe mundona me tërë qenjen tem, për kushtimin tem, me punu sa ma mirë që edhe ata me vjelë prej mirësive dhe punëve të mira edhe në botën tjetër. Edhe sa herë që kanë mirësi njerëzit prej meje, bojnë dua dhe ata thujnë lumë për ata prindë se kanë lanë mbrapa. Allah i shpërbleft edhe ata që të kanë eduku në këtë rrugë. Modeli më i mirë ka qenë nana jem, edhe pse e thash ma herët që kena pas modelin edhe grave të pejgamberit edhe grave tjera të ndershme besimtare, mirë po në atë kohë kur kam qenë fëmijë s'kam ditë dhe më diçka rreth islamit specifikisht, ose s'kom ditë me lexu me ditë se çush ka jetu një motër besimtare në kohën e pejgamberit. Mirë po ka qenë shembulli më i mirë nana jem për mu, edhe ka qenë ajo e cila ka kry 5 kohë të namazit, ka bë dua gjithherë, edhe gjithherë kom po dhe raportin që ka pas me njerëzit e tjerë, e që mundon edhe në jetën tem cilësitë e saj mi pas edhe në pjesë të jetës time. Kur i ka bë dikush pa drejtësi, ose e ka përul dikush, se gjithherë njerëzit mundohen me përul ose me nënçmu edhe të mirin, aja gjithherë ka thonë, ja la Zotit. Zoti e din se çka bën me ta. Unë nuk kom kohë më marrë me ta. Por ata kjo është përgjigja më e mirë që mundet me i dhënë dikuj kur të bën pa drejtësi. Ti sa të që mundosh me bë keq dikuj, ti mas pari dëmton veten, edhe nëse mundosh me aktimet keqe të tjetrit. Mirë po kur ja lën Zotit, ai e din se çfarë mënyre ja kthen secilit ato të cilën e meriton. Kështu që e falenderoj Zotin që më ka lind prej një nane, aq e devotshme që ka qenë, edhe përkushtuar në Islam, edhe falë saj edhe unë jam kjo që jam. Alhamdulillah. Allah dashur të trujtë ndëroma, faleminderit shumë për pjesëmarrjen tënde në emisionin Takimi i mëngjesit. Unë lutem Allah subhanahu wa taala që ky takim të jetë prej takimeve të hajrit edhe dobishme për neve në ditën e llogarisë. Amin inshallah. Po që gjithmonë sjellim dobi bashku nga këto mundësi, nga këto dituri që Allah subhanahu wa taala na ka furnizuar. Allah na mëson me i furnizuar edhe të tjerë me dituritë tonë. Amin ya Rabbi. Hajrit për umetin. E ndërmon para se me përmbyll inshallah me juve, sot e kam një temë që do e ndaj me dëgjues së bashku. Me kënd ka marrë malli me nda një drek ose një kafe, me kënd ka marrë malli me